Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe e shikoj që ka kohë kur zemra juaj ka qenë e mbushur me ndjenja të zemrës, por jo domosdoshmërisht e lumtur. Tregoj që keni përjetuar intensitet, emocion të thella, ndoshta dhe sakrifica për dikë që ke dashur shumë. Nuk do të patjetër person, është një situatë për të një punë, në familje, çfarëdo që të jetë. Kjo është ajo ndjenja kur ke dhënë gjithçka nga vetja të dashur gafor, por në fund je ndjer bosh sepse dikush apo diçka nuk ka ditur të vlerësoj thellësinë e ndjenjave apo të mirës së juaj. Karroca këtu, të dashur, tregojnë që dhe kjo është gjë shumë e bukur që jeni duke filluar sikur apo keni filluar tashmë të merrni kontrollin e situatës. Nuk je më kot pasagjere në jetën tënde. Dhe kjo është goxha e bukur. Tani je ti që po I mban frenat në dorë, po zhvendosesh nga e kaluar drejt diçkaje, ta them që kërkon vendosmëri dhe kurajo. Është koha për veprim, për të dalë nga emocionet e rënduara dhe për të ecur përpara me forcë. Nëse jeni akoma në këtë gjendje, qoftë dashuri, qoftë punë, dhe ndjeni të pavlerësuar, çfarëdo lloj gjëje që keni bërë të dashur gafor, është kohë, siç e thash, të merrni frenat apo timonin në dorë dhe të drejtoni jetën e juaj, ju të mos jeni thjesht pasagjer apo si lloj publiku në jetën e juaj. Dhe siç thash, tani e duke mbajtur frenat po në dorë, po zhvendosesh nga e kaluar drejt diçkaje që kërkon vendosmëri dhe kuraj, siç e thash, është koha për veprim, për të dalë nga emocionet e rënduara dhe për të ecur përpara me forcë. Dhe ndërsa ecën përpara ti do ta ndjesh si zemra fillon të shërohet. Gjashtë zemrës. Absolutisht nuk ka gjë që nuk shërohet në këtë jetë. Koha I shëron, në fakt nuk do ta quaja as shërim, por që ndjenjë e pranueshmërisë. Pranimi është shërimi. Ka ndodhur, ka kaluar dhe ajo është shërimi për ne. Pra, do I kujtosh gjërat me çfarë ka ndodhur, por pa dhimbje. Do të ndihesh më e qartë, më e mbledhur dhe më në paqe. Kjo letër flet për rikthimin në veten tënde, rikthim të gjërave që kanë vërtet kuptim për ty, jo më drama, por qetësi apo paqe emocionale. Dhe të dashur, në fund të dy zemrave, një lidhje re ose një bashkim I shëndetshëm me dikë që të vjen përmes përputhjes, jo vuajtjes. Pra, ta shpjegoj në këtë mënyrë, mundojmë që ta them sa më thjesht që është e mundur. Nuk mund të detyrojmë dikë të na doj. Nuk mund të detyrojmë dikë të na respektoj. Nuk mund të detyrojmë asgjë, nuk kemi në kontroll tjetrin, as sot, as ta kemi kurrë. Kë kemi në kontroll? Veten tonë, pra. Ne mund të kontrollojmë vetëm veten tonë. Ajo që po them, të largoheni nga kjo që po ndodh, që nuk jeni të vlerësuar, është të kesh kontroll. Siç doli dhe në karrocë aty, që të ecni dhe të mbani timonin ju vet, jo dikush tjetër. Kjo letër është premtimi që të jeni besnik ndaj vetes. Do të ndodh ajo që zemra jote ka kërkuar gjithmonë, por në një formë më të mirë, më të pastër. Kur kemi kontrollin për veten tonë, dhe fitojmë respektin dhe nga tjerët. Nuk lejojmë, kemi barriera, kemi kufizime, nuk bëjmë kompromis me gjërat që thyen dinitetin tonë, të dashur gafor. Pra, do të vijë ajo që ke kërkuar gjithmonë, më të pastër, më e mirë.
do të thotë pra të dashur gafor që nuk jeni më aty ku ishit, apo nuk duhet të jeni aty ku jeni. Ti je duke udhëtuar nga e kaluara e dhimbshme drejt një zemre të shëruar. E ardhmja jote nuk do të ndërtohet më mbi vuajtje, por mbi përputhje dhe zgjedhje të vetëdijshme. Shpërblimi i shpirtit tënd po vjen në formën e në një lidhje që nuk do të lodhë më, nuk do të hargjoj më, por vërtet do t'ju mbështes. Pra, titull dhe avëja këtij leximi të jo nuk është më një zemër plagosur, tani është një shpirt që zgjedh me dashuri dhe me krenari dhe me dinitet e kështu me radhë, që nuk lejojmë që askush të na drejtoj jetën tonë. Në kuptimin e mirë të fjalës, se jeta është kompromis, por jo të na udhëheqë dhe të na bëj sikur jemi vetëm shikues apo pasagjer në makinën tonë.